Kur përmartuan Sara dhe Eriko, ja çka dihet deri tani. Deklarata e fundit e Erik Fullanit ka shkaktuar zhurmë të madhe në rrjet. Prej muajsh emri i tij dhe Sara Hoxhës është përfolur për një lidhje romantike. Megjithëse asnjëri nuk e ka konfirmuar publikisht, dysha janë pa shpesh në dalje të përbashkëta dhe frekuentojnë të njëjtat vende, duke shtuar edhe më shumë dyshimet për një lidhje romantike. Sot, në një intervistë për podcastin e Mira Kazhanit, i pyetur për jetën personale dhe romancën, Eriku ka dhënë një deklaratë që ka ndezur kurreshtjen e të gjithëve. Kam vendosur të bëhem çuni i mirë këtë herë. Dua të martohem, do bëj dasëm shumë të madhe. E kam gjetë edhe vendin. Por nuk e them se kam hallë se ma marrin. Deklarata e tij tregon se planet për martesë janë tashmë një vendim i marrë dhe se dasma pritet të zhvillohet në një vend historik të Tiranës, duke lënë të kuptohet se gjithçka mund të jetë më afër se ç'mendoi. Megjithatë, dysha dallon pak në këtë pikë. Kohë më parë, Sara ishte shprehur se do një ceremoni të vogël dhe modeste për veten. Zërat lart e poshtë në Tiranë bojnë me dije se opsioni më i mundshëm për martesën është vera e vitit të ardhshëm. Megjithëse asgjë nuk është konfirmuar ende. Kur do kemi një dasëm me Sarës dhe Erikut, koha do ta tregojë, por një gjë është e sigurt. Afrimiteti mes tyre po rritet çdo ditë më shumë. Dhe duket se dashuria e tyre po shkon drejt një hapi të madh.